Welcome to the weekly press brief. Mirë se vini në informimin javor të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykat dhe mundësinë për të bërë pyetje. Në gjykimin e Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, më 16 janar, në vendime të ndara, trupi gjykues vazhdoi paraburgimin e Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Gjykatësit konstatuan për secilin prej të akuzuarve se vazhdon të ekzistojë rreziku i pengimit të procesit. Gjykatësit konstatuan se pavarësisht nga faza e këtij procesi gjyqësor, lirimi i një të akuzuari që ka në zotërim informacion të ndjeshëm nuk do të ndihmonte në mbrojtjen efikase të dëshmitarëve. Dhe rikujtuan konstatimin e tyre të mëparshëm se rreziku i ndërhyrjes përfshin gjithashtu orvatjet për të hakmarrë ndaj dëshmitarëve që kanë dhënë dëshmi në proces, dhe 2. Orvatjet për të motivuar dëshmitarët të tërheqin dëshmitë e tyre, dhe 3. Orvatjet për të ndërhyrë ndaj dëshmitarëve në procese paralele. Në secilin prej këtyre vendimeve, trupi gjykues konstatoi se rreziku i pengimit të procesit dhe i kryerjes së veprave penale të tjera mund të trajtohen në mënyrë efektive vetëm në objektin e paraburgimit të dhës-së. Në veçanti, gjykatësit vlerësuan se mekanizmat e incizimit në objektin e paraburgimit të dhës-së dhe personeli i zyres administrative, marrë në tërësi, ofrojnë garanci të forta kundër rreziqeve që lidhen me format e komunikimit të pambikëqyrur dhe se masat në fuqi ofrojnë një mjedis të kontrolluar ku një shkelje e mundshme e konfidencialitetit mund të evidentohet dhe ose parandalohet më lehtë. Sipas ligjit, një i akuzuar mund të mbahet në paraburgim vetëm nëse gjykatësit konstatojnë se ekzistojnë rreziqe që e përligjin atë. Gjykatësit rishikojnë paraburgimin të paktën çdo 2 muaj dhe vlerësojnë nëse vijon të jetë i nevojshëm për të trajtuar këto rreziqe. Kushtet e paraburgimit në objektin e paraburgimit të dhës-së monitorohen në mënyrë të pavarur nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq dhe nga Avokati i Popullit i dhomave të specializuara të Kosovës. Të gjithë të paraburgosurit kanë 10 ditë vizitash personale në çdo periudhë prej 30 ditësh, përfshirë vizita me prani fizike dhe përmes videolidhjes, thirrje telefonike dhe letërkëmbim të rregullt, në përgjithësi gjatë gjithë muajit. Gjithashtu, të gjithë të paraburgosurit pranojnë vizita të rregullta familjare nga bashkëshortët dhe fëmijët, të cilat bëhen jashtë rrezës së shikimit, dëgjimit dhe mbikëqyrjes së oficerëve të paraburgimit. Në çështjen e Hashim Thaqit, Bashkim Smakajt, Fadil Fazliut, Isni Kilaj dhe Hayreddin Kuçit, në lidhje me pretendimet për ndikim të paligjshëm ndaj dëshmitarëve, gjykatësi i çështjes miratoi një kërkesë të ZPS-s për shtimin e materialeve në listën e saj të provave materiale dhe nxjerrjen zyrtare të këtyre materialeve mbrojtjes më 19 janar 2026. Në materialet shtesë përfshihen materialet që ZPS-ja ka marrë gjatë muajit të fundit nga një institut dhe një kompani forenzike. Të njëjtën ditë, gjykatësi miratoi një kërkesë të përbashkët të mbrojtjes për shtimin e numrit të fjalëve për përgjigjen e tyre ndaj mocionit të ZPS-s për pranim të provave. Më 20 janar, gjykatësi i çështjes miratoi një kërkesë të prokurorisë për pranimin si prova të intervistës së zotit Kilaj dhënë prokurorëve në kohën e kontrollimit dhe sekuestrimit në vendbanimin e tij, bashkë me provat materiale që lidhen me intervistën. Në kohën e intervistës, zoti Kilaj hoqi dorë nga e drejta e tij për të heshtur dhe nga e drejta për të pasur avokat të pranishëm gjatë intervistës. Gjykatësi konstatoi se përpara intervistës, ZPS-ja i kishte komunikuar zotit Kilaj, gojarisht dhe me shkrim në shqip, të gjitha të drejtat e tij si i dyshuar, sipas nenit 38.3 të ligjit të DSK-s. Dhe se zoti Kilaj kishte konfirmuar përmes vënjes së nënshkrimit se i kuptonte këto të drejta. Zoti Kilaj u informua gjithashtu se mund të tërhiqej nga heqja dore të drejtave në çdo kohë dhe të ndryshonte mendje lidhur me praninë e avokatit. Sipas ligjit, prokurorët ishin gjithashtu të detyruar të njoftonin zotin Kilaj se ishte i dyshuar për vepra penale që përfshihen në jurisdiksionin e dhomave të specializuara.
Mbrojtja e kundërshtoi pranimin e intervistës me pretendimin se zoti Kilaj nuk ishte informuar mjaftueshëm në hollësi për veprat penale për të cilat hetohej. Bazuar në incizimin e intervistës, gjykatësi konstatoi se intervistuesit ja kishin bërë të qartë zotit Kilaj që në fillim se ekzistonin arsye për të besuar se ai kishte kryer një vepër penale që përfshihet në jurisdiksionin e gjykatës. Se ZPS-ja hetonte krime ndërkombëtare dhe krime të lidhura me pengimin e drejtësisë dhe se çdo deklaratë dhënë nga ai mund të përdorej kundër tij në gjykatë. Duke ju referuar jurisprudencës së tribunaleve ndërkombëtar dhe gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, gjykatësi përcaktoi se hetuesit paraqitën hapur në fillim të intervistës arsyet e tyre për të besuar se zoti Kilaj mund të ketë marrë pjesë në një vepër penale që përfshihet në jurisdiksionin e DS-s. Se, dhe citojmë, dokumentet ju paraqitën zotit Kilaj përmbanin jo vetëm llojin e veprave penale për të cilat ai dyshohej, por edhe llojin e informacionit për të cilin bëhej fjalë. Dhe se, citojmë, asgjë në këto shkëmbime nuk le të mendohet se heqja dorë nga të drejtat e shprehur në fillim të intervistës ishte bërë pa qenë plotësisht i informuar. Mbyllim citimin. Në lajmet të tjera, ekipi i informimit i dhomave të specializuara të Kosovës është në Kosovë këtë javë duke zhvilluar aktivitete për të informuar grupet e studentëve në Prishtinë lidhur me mandatin dhe procedurat në gjykatë, duke dëgjuar mendimet e tyre dhe duke u përgjigjur pyetjeve të tyre. Prej vitit 2018, DSK-ja zhvillon aktivitetet në mënyrë të rregullt në tërë Kosovën me student, gazetar dhe pjesëtarë të tjerë të publikut, si pjesë e programit të informimit, duke informuar publikun lidhur me gjykatën, duke dëgjuar komentet e njerëzve dhe duke u përgjigjur pyetjeve. Ka ndonjë pyetje nga gazetarët?